Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Çdo njeri I cili është katërruzu toksor, shkel këmbëti është gjunaçar. Nuk ka njeri I cili nuk gabon. Ai I cili mendon se nuk gabon, realisht ai gabon. Kjo tregon se edhe nuk ka shoqëri perfekte, për shkak se shoqëria përbëhet për njerëzve. E kur njerëzit gabojnë normalisht edhe shoqëria nuk është perfekte, po shoqëria e cila të ka mangësi dhe ka dobësi. Për gjatë historisë ka pas shumë shoqëri të cilat janë ndalluar dhe janë veçuar. Po normalisht shoqëria më e mirë mesin e tyre është shoqëria e sahabëve. Për shkak se Allah Azza wa Jalla thotë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më I mirë, populli më I drejtë. Disa prej dietarëve kanë thënë që kjo vlen por ummetin në tërësi disa kanë thënë që kjo është e veçantë për sahabët. Ju jeni do thotë populli më I mirë që ka dalë ndonjë në këtë rrugë toksor. Thirrni të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pasi që është shoqëria e cila gabon normalisht që ka pasur edhe mëkate dhe ka pasur edhe gjuna. Edhe ata kanë qenë njerëzit, kanë ndiku epshi, kanë ndiku shejtani, po kanë ndiku edhe periudha e Islamit që kanë qenë në ato hapat e para të Islamit, kanë ndiku që mosnjohja nga njerëz bie shkak edhe ata të bëjnë gabime dhe bien gjuna. Po problemi është se si realisht I kanë trajtuar ata gjunaçart. Se edhe ne sot kemi gjunaçar, kemi mëkatar. Sikur që jemi ne vetë. Po fillojmë prej te veçja e pastaj do thotë secili. Po shoqëri si janë trajtuar ata? Ai ka qortu dikush, ai ka përbuz dikush, ai ka nënçmu dikush, ai ju kanë fol keq dikush. Kjo është tema të cilën do ta trajtojmë me lejen e Allahut të xhel. Si ka trajtuar pejgamberi sa gjunaçart edhe mëkatarët. Pejgamberi sa ka qenë I butë, cilësia e tij, tipari I tij, edhe çdo herë është bazu do thotë në parimin e dëmshmërisë. Pavarësisht a ka qenë gjunaçar apo nuk ka qenë gjunaçar. Edhe pse her pas here ka pas mundësi ta ndryshojë do thotë karakterin e tij në aspektin e asaj kur e ka pa që është e mirë edhe e vlefshme, është tregu më I ashpër, do ta shohim me inshallah me lenin Allah, po në esencë pejgamberi ka qenë I butë, ka qenë I mëshirshëm, edhe është mundu ka pas raste me gjunaçarin është mundu që të diskutojë me të me logjikë shëndosh. Frika prej Allahut xhel ekziston normalisht gjunau dëshkimi, po esenca ka qenë që t'ja shpjegoj atij se kjo gjë të cilën ti e kërkon ose ky gjuna të cilën ti e bën logjikisht nuk është e shëndosh. Për rastin tim është rasti një xhaloshi I cili erdhi te pamshim, ishte I ri. Normalisht I riu është më fsharak. Ebu Umame radhiyallahu anhu thotë që erdhi njëri te pamësasem edhe kërkoi prej pamësasem leje që të bëjë zinë, të bëjë moralitet. Edhe njerëzit kur e dëgjuan I thanë çka është duke fol. Ky çfarë kërkon prej pamësasem, kjo çka e kërkon është I shëmtuar, është e keqe. Pamësasem çka I tha atij? I tha afro, eja. Edhe shkoi dhe ul. Pasi që uli I tha pamësasem, tha ti aja do këtë vepra, aja do nënës tënde? I tha jo pasha Allah një Rasulullah. Po edhe ato gra me të cilët bën zina, ose e grua me të cilët bën zina, edhe është nëna e dikujt. Aja do ti këtë vepër bies tënde? Tha jo pasha Allah një Rasulullah. Tha po edhe ajo me të cilët do të bën zina, se do me bën zina është motra e dikujt. Tha po ti aja do tha këtë motrës tënde? Tha jo ja Rasulullah. Edhe ajo është motra e dikujt. Aja do tha tezës tënde? Tha jo ja Rasulullah. Tha po ajo është tezë e dikujt. Aja do hallës tënde? Tha jo. Po ajo është halla e dikujt. Pa më shumë këtë formë I jasharoi atij se nëse ti nuk e do një sen për vete, mos ja duj edhe qerdat. Nëse ti nuk do që motra jote, që nona jote, që bija jote, që halla jote, që teza jote ta bëjnë gjuna, atëherë mos ja duj edhe ti dikujt tjetër. Për shkak se grua ajo femër është nona e dikujt, është bija e dikujt, është motra e dikujt, teza e dikujt, halla e dikujt. Ky dialog I cili është diskutuar mes pejgamberit edhe atij xhaloshi ka qenë dialog I cili është realisht ka dosh ta bindë me logjikë shëndosh, pa I thonë që kjo është haram për shkak se realisht ata e kanë ditë që zinoja ndalohet. Mirë, po megjithatë pejgamberi arriti ta bindë edhe të bindet ai xhalosh se kjo vepër me të vërtetë është e shëmtuar. Se njeriu kur e ndal pak veten edhe mendon te veçja e tij, te familja e tij, te mahremat e tij, atëherë e prek edhe e gjek. Ama nuk funksionon ti me shku me dikan zino ose me dhunu dikan Allah na rujt, e pastaj me rujtën ti, nderin tanë ose me rujt do thot vajzën tonë ose motrën tonë ose hallën tonë ose tezën tonë. Ndalu pak, se edhe është
bie dikujt, nona e dikujt, motra e dikujt e kështu me radhë. Pejgamberi sa pastaj e afroi këtë gjallë, një vendoi dorën mbi të dhe tha: o Zot, falje gjunahun atij, o Zot, pastroje zemrën atij dhe ruaja organin atij. Dhe presa e ditë ai xhalosh më i ri nuk i shkonte mendja më ta bëje këtë vepër ose shkoi ta pyesë Pejgamberin të kërkojë leje prej tij. Pejgamberi ka qenë do thot i buti mëshirshëm, esenca me secilin. Pavarësisht se ka qenë burr apo grua, ka qenë i vogël apo i madh, ka qenë gjunaçar apo ka qenë njëri i mirë, me secilin e ka pas këtë parim. Esenca e tij ka qenë i dhëmshëm edhe i dashur me secilin. Pejgamberi ndonjëherë kur banin gjuna, i drejtonte i mësonte ata që të shkojnë të bëjnë vepra të mira, sepse vepra e mirë realisht ta fshin gjunat të cilën ti e ke bë. Normalisht kjo është metodologji që Pejgamberi ka përdorur, edhe ne duhet që ta marrim si shembull realisht kur e shohim një gjunaçar, një mëkatar i cili vjen te ti ankohet për gjunat e tij, në veçantë kur është hapat e para të udhëzimit. E mëson edhe drejton që puna vepra të mira, shko pas veprave të mira, ban vepra të mira për shkak se ato ti shlyen gjunat, se njeriu ka brenko, gojla i fshin, nuk i fshin gjunat e tij. E nëse do për mi dhon kurajo edhe mi ashil gjoksin atij, nxitë që të bëjë vepra të mira. Edhe një njeri te Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Abdullah ibn Mesudi thotë që edhe një njeri te Pejgamberi i tha ja Rasulullah, rrugës e ka po një grua ka shpej kaputh. Po ka ndodhur sahabi. Nuk shikone, ata kanë qenë njerëz i sigurt se ata kanë bërë gabime, kanë bërë gjuna. Atë mos mendoni se ata kanë qenë perfekt me laçe. Se nëse dikush mendon që ata kanë qenë perfekt me laçe gabon, por shkak se ky nuk është realiteti i njeriu. Nëse njeriu gabon për këtë arsye thashë në fillim që njeriu është gabimtar, edhe gabon. Nuk ka njeri i cili nuk gabon. Edhe ata kanë qenë njerëz sikur se ne. Kanë diku shejtani, kanë diku epshi, kanë diku periudhat e hapat, periudhat e para të Islamit që normalisht ka qenë hapi i parë. Trin Islam, kanë diku që mos të njohin rregullat e nganjëherë bëjnë gabime. Mirë po, ky sahabi ka bërë këtë gjuna. Tamam, shkon te Pejgamberi sa Omeri kur e shoh i thot, po pse nuk jam mbuluar vetës? Pse tregu, pse shfaqe? A ki bërë këtë gjuna, mbaj për veten tonë. Mos ja shfaq. Askujt, mos i tregu askujt. Mos e shfaq diçka që Allahu xhel ta ka mbuluar. Pejgamberi sa nuk i përgjigjet kurrë. Ai kërkon pe Pejgamberin që Pejgamberi Allahu ta zgjel, do thot gjikoje për të edhe ti tregoj çka më bën. Megjithatë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha kurrë. Njeriu u çu edhe eci. Pas asaj Pejgamberi më ngrit edhe shkoi e takoi atë njerëz. Pse? Për shkak se ende nuk i kishte pas zbrit shpallën se çfarë të veproi Pejgamberi. Nuk dinte çfarë të thotë. Kur zbriti shpallja, Pejgamberi erdhi e takoi atë njerëz edhe i tha: "Wa aqimis salata tarafay nahari wa zulufan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Ta falë namazin mëngjes edhe mbrëmje edhe në një pjesë të natës, sepse veprat e mira i shlyen gjunat. Këto ishin fjalët e Pejgamberit, e njëri i tha pranë i tha: "Ja Rasulullah, a vlen kjo vetëm se për këtë apo vlen për krejt neve?" Tha për krejt. Për krejt, do thotë nuk është në pyetje një njeri këtu. Nuk ka qenë kjo ajet që ka zbrit enkas për te. Jo, ka qenë për secilin prej neve. Ai i cili bën gjuna, pas atij gjunoj, le ta pasojmë me një vepër të mirë sepse e mira e fshin gjunohen me lejen e Allahut të zgjën. Do thotë që veprat e mira, duke përfshirë falja namazit, edhe pastaj te veprat e tjera të mira i shlyen gjunohat me lejen e Allahut. Me po cilat gjunohe? Këto është diskutimi që e kanë diskutuar lema. Disa kanë thonë që kjo vlen për secilin gjuna. Qoftë gjuna i vogël apo qoftë gjuna i madh, këtë on anojnë murxhia do thotë në sek, i cili është do thotë në Islam. Murxhia ata thonë se secili do thotë secili që bën gjuna dhe pastaj bën një vepër të mirë ja fshin gjunon, pavarësisht është i madh apo jo. Mirë po ulemat, shumica ulemat thonë jo. Kjo i përket gjunaheve të vogla. Kurse për gjunahun e madh duhet paqetër tobe, duhet paqetër pendim. Ai person i cili e bën një gjuna që llogaritet gjuna i madh, duhet me u ngrit, me u pendu te Allahu subhanahu enkas para gjuna. Kurse ky ajet vlen për gjunahet e vogla. Po mirë dikush thot po pak ato të vogla, ndoshta në termin të vogla, po në esencë janë të mëdha në aspektin asoj se njeriu bën për çdo ditë. E ka nevojë që të shlyen ato, sepse ato të vogla dikur bën të mëdha edhe shkaktohet një gjuna shumë i madh. E argument për këtë e marrin hadithin e Pejgamberit i cili thotë që 5 kohrat e namazit. Xumaja deri në xumë, Ramazani deri në Ramazan i shlyen gjunat e vogla mes tyre nëse i largohet njeriu gjunave të mëdha. Dhe argument tjetër që përkufizon argumentin që e ceka merret që thonë që është i përgjithshëm, është fjala Allahu thotë in tajtanibu kaba'iril ithmi ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ta nëse ju i largoni gjunave të mëdha që ne u kemi tregu dhe u kemi ndalu, atëherë ne do t'u ashlim juve gjunat e tjera. E ky është argument
se ai vlen për gjunahet e vogla, kurse për gjunahet e mëdha duhet pendim i madh. Ky sahabi ndoshta ka mendu që gjunohen që e ka bosh për gjunave të mëdha që e shkatron. Realisht për mësimi ka kallëzuar atij se punon vepra të mira për shkak se me lenë Allah ajo do të shlihet gradualisht. Përmesë për metodologjisë e urdhëron të gjunaçarin ta mbajë gjunon për vete, mos ta shpalosat, mos i tregoja askujt. Edhe ajo le të mbetet mes tij dhe mes Allahut azza wa xal. Kjo është shumë më e rëndësishme për shkak se shpesh te ne i shpalosim ato. Dikush i shpalos ndoshta të krenot me një gjuna që e ka bë. Kjo është gjuna mbi gjuna. Po dikush qëllimi i tij është që ta sqarojë, ta dijë ndoshta dispozitën ose ndoshta edhe kërkon se çfarë veprojë për të ardhmen e tij, shkokja e gjuna që ka bë. Përmesa se ishte shumë i matur kur ishte dyqën dëshkimi. Edhe nuk dëshironte që menjëherë shikoni mirë këtë, sepse ne kur marrim vesh për dikën i cili ka gabu, veçanti për një gjuna të madh, thotë ky e meriton këtë. Jo, përmesa se më ka qenë shumë i matur. Nuk ka marr hap, nuk ka marr hof me marr njeriu edhe për me thonë që ky duhet me u ndëshku, sipas rregullit të Islamit. Jo. Përmesa se njëri e ka këshillu, i ka tregu, ja ka sqaru, ka dashur të mbetet mes tij dhe mes Allahut që mos vjen puna që ata marrin dëshkimin. Edhe një njeri, ose ka nërë shumë të përmëshem, që kërkonin pastrim. Pastrim nga gjuna, do dhe që përmëshem të ndëshkojë. Përmëshem nuk e mirë të hapi, nuk e mirë të hap që ta bëjat. Vesh të ai cili kam gulte. Ai cili kam gulte i thoshte, ja është unë e du, tam. Ta ai dyshon të qëshja. Maez ibn Malik është një sahabi që këni dëgju ndoshta shpesh, për shkak se e përmendin shpesher. Maez ibn Malik ka qenë një sahabi i cili ka bërë një gjuna të madh. Gjuna për gjunave të mëdha, ka rënë zina. Shkonte pejgamberi sasem edhe i thot ja Rasulullah pastrom. Pejgamberi Allahu azza wa jall i thot mirë ti ktheu, kërko falje te Allahu dhe ktheu atij me pendim. Para mendoj i thot kam bë zinë ose Aisha nuk e shfaqet. Thot pastrom, i thot mirë ti ktheu, pendohu te Allahu dhe kërko falje për gjunën tënde. Kthehej, mas një periudhë prap kthehej te pejgamberi. Edhe i thot njëjtë ja Rasulullah pastrom. Përmesë më thot njëjtë fjalë. Herën e tretë, herën e katërt dikur thot dalo se nuk ka shpuna mirë diçka. E i thot atij, i thot rasti pyet ose e pyeti njëherë këtë i tha për çka do me pastru. Tha herë shoh kam mozino. Edhe pyeti popullin e vet, ky person tha, ka çmenduri, mos ai çmendur apo jo. I tha jo, ja Rasulullah, është mirë. Mos ka pi alkool, shkon njëri me rrë, thot nuk i vjen alkool. Thot ai martum, thot po. Do të që ka pozino, edhe i martum, tamam. Kam gul, çka i thot pejgamberi sa shikoni. Shumë. Kjo është ai kuptimi i trajtimit të problemit. Ai ka thon kam pozino. I thot mos ka qenë puthje, ose mos ka qenë shiqim, ose mos ka qenë, do thot diçka tjetër. Jo. Pse se zina normalisht i thuhet edhe shikimin haram. Edhe prekjes në haram, edhe hesjes në haram. Kam ban zino, syri ban zino, dora ban zino, por nuk është e njëjtë në dispozit, sikur se zinoja që është zinosi, që ditë e mënetet. Përmesë se më tonë të në qëto aspekt me ja gjithë një rrugdalje, që mos vjene puna deri aty. Se ndoshta nuk e ka kuptu mirë. Para më dhe ti shinkon, na, që ki po zino? Ti duhet kështu, ti duhet ashtu. Pse se problemi është, nuk di si me trajtu, ti nuk e ki moralisht me lezu, me shiku. Ndo njerë se si duhet me trajtu një problem t'il. A këto janë problemi që i kemi shoqëri. Edhe duhet pa qëtër më marrë me ta. Edhe për mesë se atëre kur i tha, ashtu, i tha i martum, tha po, mas i kam gulli vetë, atëre e mori do thot ndëshkimin, pas disa ditë filluan sabat me diskutu. U ban dy palë. Njëra palë thoshte e shkatroi gjuna. Qëta palë thoshte jo, ky person erdhi, ja dha besatimin për mesë se ja dha fjalën, kërkoi prej atij ta pastroj, ky person është pastruar dhe Allahu e ka falë. Pas 2-3 ditëve erdhi për mesë se më ul me ta, pasi që ul edhe ju dha selam, tha kërkoni falje, tha për Maez ibn Malik. Kërkoni falje te Allahu subhanahu wa taala. E i thon Allahu ja fal Maez ibn Malik, tha për mesë se tha aja shpendu me një pendim, sikur se të ishpërndahej krejt umetit do i mjaftonte pendimi ti. Para ndo çfarë pendimi ka pas. Pendimi madh. Gjuna po ai ka mund me mbajt për vete. Që kush pas me ditë. Veç ai edhe Allahu subhanahu askush tjetër, po megjithatë doshi ta pastroj shpirtin e tij, që kur dole para Allahut mos dole në atë formë si gjuna çor. Jo.
doshi që ta pastrojnë dunjo. Edhe tha përshëm, atë shumë është pendu që ju për paragjykoni atë, për gjunon që e ka marrë, se ne jemi njerëz që paragjykojmë zakonisht, edhe pse nuk kemi kur një farë kriteri në aspektin e paragjykimit. Ne me njerë që shumë i dikani cili ka gabu, me njerë me nëgjë presim të gjykojmë. Jo filoni kështu, jo filoni ashtu, jo filoni ashtu, jo filoni kështu. Ama asnjë nuk dali me morë me rishiku, me verifiku, me dit, a është apo nuk është, apo si duhet me vepru, jo. Mirë, po normalisht që ky gjykim kushton edhe ati personit, po dhe ty, se ti esenca e problemit edhe themeli belas. Ti se pitetinis, ndoshta ai person do mbro prej Allah xhel, shpifja largo prej ti. Mirë, po problemi kush e ka shëruar? Ti e merr gjunon. E përmesa se me mbyllte këtë derë, që mos të hapen tema tilla, edhe tha sikur, do thot pendimi ti ka qenë aq i madh, sikur ti shpërndahej krejt umetit do mjafton te ti. Po ashtu një rast tjetër, ndërkohë erdhi një grua te pejgamberi, pas një periudhe. Një grua e cila kërkonte pejgamberin pas 13. Edhe pejgamberi i tha mirë ti ktheu te Allahu, falu, ktheu Allahu me falje dhe ktheu atij me pendim. Edhe i tha ja Rasul, po më kthen sikur se e ktheu maizin. E thonë disa prej dietarëve, kjo grua ka qenë ajo e cila ka bën me zina me ta apo jo? Thonë le mos jo, kjo ka qenë grua tjetër e cila ka bën me tjetër kanë zina. Pa mësëm kur e po se si është situata, atëre mori më seriozisht. Edhe kur e po që shtatzoni i ka dhënë që është fëmijë shkaku i zinos i moralitetit, atëre pa mësëm tamam, mos ajo po do tha, dhe ti e ke bota po, atëre tha pa mësëm lindë një fëmijë, shikoni, lindë fëmijë. Pasi që e lindi, i tha prit derisa ti bën 2 vjet, ta kryej gjithë dhënien e pastaj. Edhe ashtu ndodhi. Edhe kjo grua njëjtë u pendu. Po tema jo nuk është e pendimit, tema jo është kamgullja. E ata që kanë kërku me kamgullje që ta marrin dëshkimin e kanë marrë. Në esencë është njeriu pëlqejë që mos t'i shpalose tjetri gjunon, nuk lejohet. Nëse ke po dikan që ban gjuna, shkon e këshillon, ama nuk lejohet mi shpalos. Deri kur? Derisa nuk kamgull, edhe nuk e shfaq haptazi, nuk krenohet me gjunon e tij. E atëherë ndryshon dispozita. Ama në esencë, thonë në mod që pëlqejë që mos me ngrit çështën deri te organet e shtetit. Por realisht të mbetet pendimi mes atij dhe mes Allahut azza wa xal. Mos vjen e puna që ai person që ndëshkohet. Ata që thonë që Islami ndëshkon, edhe Islami është i vrasht. Çe? Sa Islami sa është i vrasht. Pa problemi se ata kur nuk mori me lexu dhe me shikur rregulla se si shkon në Islam. Ky është Islam. I thjesht, i lehtë, i buti, më shirshëm. S'ka filozofi. Mirë, po njëri kur do normalisht kur do me një los, si do me ato pikpamët e vetë, ose do të do njerëz për më ja bën ndryshe, atëre ja bën vetë si do. Përmesa se kishte raste kur vinte gjunaqari, e kallzon të gjunon, nuk kërkon të sqarim më tepër. Do të me mbyll derën, që mos vjen çështja do thot deri te ndëshkimi. Jo. Donte që mbetet mes atij mes Allahut, nuk hinte në detaje. Një rast që tregon se Ebu Umame thot erdhi një njeri te pejgamberi në xhami. Tha, ishim ulur me ta, edhe i tha, ja Rasulullah, unë e kam bën një gjuna, kërkoj prej teje të më pasojsh, të më dëshkosh, realisht. Pejgamberi se më heshti, edhe nuk i tha kur gjon. Pastaj prapë erdha edhe i tha, ja Rasulullah, kam bën gjuna, ta kërkoj, tha ndëshkon, pejgamberi se nuk i tha kur gjon. Thiri kameti, e falën namazin, pejgamberi se më nis. A njeri u shkon te përmas. Tha Ebu Umame, tha unë shkova përmas, ta shoh çka pi thot pejgamberi se. Ka ndosh me ditën se realisht çka pi thot pejgamberi se. Edhe kur shkoi e takoi, edhe u takun ata dy pejgamberi me atë burrin, Ebu Umame i shikon edhe i tha pejgamberi se moti njeri. Tha ti kur ke dal prej shtëpisë tonë, tha, a ke marrë abdes? Po. Mirë. A ke përsos abdesin tan? Po. A e fare namazin me neve? Po. E atëherë tha, Allahu ta ka fal gjunajt tan. Apo tha ta ka fal ndëshkimin tan. Pejgamberi nuk hyri në detaje. Se kam unë me hinë detaje. Mi thonë, qëfar gjuna u ki bo? Se po kërkon pasrim? Wallahi, ja Rasulullah, unë e kam vjedh. Qëka ki bo? Unë e kam pi alkohol. Qëka ki bo? Unë e kam bëj moralitet. Qëka ki bo? Unë e kam bo këtë. Unë e kam bo këtë jojo. Tha kërkon, tamam. I kalzoj ati që abdesi i pasron gjunat. Namazi i pasron gjunat. E cilët mbetet mes teje dhe mes Allahut. Nuk kërkon të shumë detaje. Se sa ma detaje që jina është ma problem. Sa ma detaje, është ma problem. Ndoshta kjo njeri e ka bën një gjuna të vogël, që ka mendu që është gjuna i madhe, ka kërku ndëshkim, ka kërku pastrim, por realisht gjuna i ti ka qenë i vogël. Prandaj njeriu duhet me pasën parasysh do thot realitetin e gjunaqarit kur vjen taj se si duhet për me trajtu atë person.
kur aja është kërkon atij se ka bërë gjuna. Nëse aja shpalos gjunon e tij, edhe kallzon për shkak se duhet me ditë dispozitën tëmë. Nganjëherë ndoshta detyrohet njeriu me pyet pak më shumë detaje. Që me ditë, aman përgjithësi kur thot kam bërë gjuna, le të mbetet mes Allahut. Mos e shpalos gjunon, mos trego, pa e kam po finonin. Nuk ka nevojë ti me ndërhim me kallzon. Allahu subhanahu e shpalos secilit. E ki po dikon zakonisht për pyetjeve që na vijnë shpeshherë, thotë e kam po filonin tu bozino. Po mirë ti me ose e kam po një grua thotë, familjare thotë me filonin thotë e kam po tu bozino ose e di që shkon. Nuk ka shpunë jote afuni fundit. Nuk më intereson. Leja ke çështja Allahu te zogjel edhe atyre. Allahu zogjel shpalos kur do vetë. Përmes se ndalonte që të përbuzet edhe të çat personi i cili është gjunaçar. Nëse e ka bën një gjuna, nuk do të thotë që ai person është i keq se Allahu zogjel. Tamam. Kuptoj që nuk shat, edhe nuk ofendohet, edhe nuk përbuzet gjunaçar. E Borera thot, e sjellën një njerëz te pejgamberi i cili ishte alkoliçar, pinte alkol. Edhe kur e sjellën te pejgamberi njëri pranishme i tha Allahut po shtroft. E pejgamberi Allahu tha mos u bëni ju mik ose mos e përkrahni shejtanin kundër vëllait tuaj. Po lutuni edhe thoni Allahumma kfir lehu, Allahumma rhamhu, o Zot falja ti dhe o Zot mëshirat. Nëse ti e përbuz edhe nëse ti e nënshmon, kjo është shënimi shejtanit realisht. A gjunat që vllavi jote ka bën, nëse ai ka rrashit edhe ka bën gjunat, nuk do thotë që e meriton me shah. As nuk e meriton për me përbuz edhe për me nënshmu, përkundrazi. Ai meriton që mëshirohet edhe të sqarrohet edhe të këshillohet. Për shkak se ka nevojë për atë, nuk ka nevojë për me shah, nuk ka nevojë për me ofendu, nuk ka nevojë për me demoralizu. Përkundrazi ka nevojë për me sqaru edhe me nxjerr prej asaj humneri ku ka rënë vet. Për shkak se nuk është e lehtë me qenë alkoliçar, me qenë një person i cili varesh prej alkoolit ose prej drogës ose prej cigarës ose prej kujt do, kupton, nuk është e lehtë për me praktikën. Ashtë e rëndë, kërkon pak sakrificë dhe mund, po megjithatë me lenin Allahun normalisht që te kalohet. E Boderda thoshte kur kaloi pranë një njeriu i cili kishte pas bën një gjuna, edhe njerëzit e shonin. E i tha e Boderda, tha ju nëse e kishni pa këtë vëlla që ka rënë pus, a kishni pas me nxjerr prej pusi? Masi çat shumë peshoni dhe çat shumë pe ofendoni, çat shumë nuk po doni ju që ka bën gjuna ti po mendon që i më i mirë se saj? Apo se të rash peshara ki po kur do dikush për me largu një gjunaçar, a di se shumë lehtë e largon prej shoqërisë. Edhe shpif për ta ose fol për ta ja për cil do thot gjithë ato gjunat që i ka bëj me qëllim që të bie autoriteti i shoqërisë. Edhe pastaj shka detyrohet, ai detyrohet për më distancu për më largu. Shpesh kanë ndodhur ata që kanë filluar me namaz. Kanë filluar për më fal, namaz falsi ose qerr, kanë filluar me fol për ta, a e dini ju kush ka qenë kë, a e dini ai çka ka bën, a e dini ai si ka qenë për vete, nuk ka qenë për ty musliman. Funi fund çka të intereson ti. E ka bë për vete, e ka bë çka ti nuti, po ti ja më i miri. Po ti ndoshta ke bën një gjuna që kur kush nuk e di përveç edhe Allahu xhel. Gjuna i madh që ndoshta te Allahu xhel ti je shumë më i keq se saj. Ti nuk e di. Andaj s'ka nevojë që ti me ingsi detaje edhe më marr me njerëzit e sidomos për mi përbuzë për mi shkoj. E po derdai tha mirë, nëse shihni ju në pus, a e nxjerrni than po. E po mirë, tha masi pe nxjerrni. Atëherë pse peshoni vllavin tuaj? Pa tha falenderoni Allahun se u që ju nuk jeni sprovu sikur saj. E tha lutni Allahun, lutni që Allahu ta shërojë. Te largoj problemin atij. I than tja nuk urren kët. Tha unë urrej veprën e tij, po. Mirë po jat. E nëse ai kthehet edhe pastrohet, se ai do të largojë gjunot, ai është vllavim. Kjo është metodologjia e kuptimit sahabëve, një metodologji që ka pas pejgamberi sa që fatkeqësisht ne nuk e kemi në këtë rast. Pejgamberi sa ndalonte që dikush ta mallkojë dikën me emër përveç për një gjuna që Allahu xhel i ka mallkuar në përgjithësi. Alkoolin Allahu xhel e ka mallkuar atë që e shet, atë që e blen, atë që e bart, atë që e shtrill, gjithë që lidhen njëri me tjetrin, zinxhir. Mirë po kjo nuk nënkupton që të mallkohet një person i cili e pi alkoolin me emër përveç. Kone pejgamberi e solli një njeri me emrin Abdullah. E njifte pejgamberi, e dinte pejgamberi, shpesh e binin, e duhet që ndeshkojë. Megjithatë, pejgamberi i ndaloi që ta mallkojnë. Kur e mallkuan, i than Allahu të mallkov se sa shpesh për cilin, për të bin këtu, pejgamberi than mos e mallkoni se pasha Allahun. Tha ky njeri, unë nuk e njoh ndryshe, vetë se e do Allahun edhe pejgamberin e tij. Ky njeri e do Allahun, edhe pse realisht mallkohet pirsi alkoolit, në përgjithësi. Mirë po me emën përveçëm nuk mallkohet njeriu.
Për shkak se ndalohet mallkimi një personi që e do Allahun edhe pejgamberin e tij. Po ashtu, pejgamberi sa nganjëherë ishte më i ashpër. Kur ishin pyetur gjunohun, veçanti me ata persona që i kishin më afër zemrës. Edhe dinte pejgamberi sa rolin e tyre dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Rasti i ishte rasti e Abu Dharrit. Abu Dharri një ditë prej ditëve u zu me dikën edhe ofendoi për kanona. Ofendimi nuk ka qenë sikur se sharja jon sot ne që shon. Allahu na rujt, po ka qenë ofendim përsa i përket nonës vetë që ka qenë ngjyrzes e ka ofenduar. E thot Maruri thot që e poshë Abu Dharri. E kishte me vete një petkë të bukur të veshur me të ishte shërtori i tij. Edhe ishte i veshur njëjtë. Edhe u çudit edhe i tha Abu Dharr tha dhe ti edhe shërtori thënë e vesh bukur tha po. Ja tregoj pastaj atë kronologji prej ku ka fillu kjo, i tha një ditë pritë jam nxon me filonin dhe e kam shoh për kanona. Kur ka marrë vesh pejgamberi sa çai ka thon, ja Abu Dharr ka thon u Abu Dharr tha e ofendua për kanona, tha alo ke tipare xahiliyetit e ti. Alo ke tipare xahiliyetit e ti. Tha Abu Dharr, tha dije tha se punëtorët që janë nën ty, shërtot e tu janë musliman, janë vëllezërit e tu musliman. Tha nëse e ke dikën të tillë, tha let haja prej ushimit ti shka e han. Dhe let veshet prej veshjes ti që vishish. Tha mos e ngarko për te mundësive nëse ai nuk ka mundësi për me duru. E nëse duhet atëre ndihmoj edhe atij edhe për krahje edhe atij edhe ndihmoj atij që mos i duket atyran. Këto ishin porositë për mesesem që edhe e Budharrit. Këto porosi vlen për mua dhe për ty. Për gjithë, veçanti ata që kanë nën ta, që kanë punëtore, që kanë shërtor, që ta di se si duhet për me usill me punëtorin e vet, ose do thot me atë shërtorin e vet. Pejgamberi nga një herë atij që ishte gjunaqar ose që bante ndonjë gjuna, ja përsëriste gjunon. Ja përsëriste, ja kallzonte se realisht kjo është gjuna i madh. E keni pa ndonjëherë kur do dikujt më apërshu një mesazh se vepra që ai bën shumë e rënd, ja përsërit atij. E pejgamberi si thot Usame ibn Zeid, pejgamberi tha na dërgoi me një betejë. Tha na dërgoi te fisi Huraka, e thana kur u kdhin sabah i sulmum i luftum. Ndërkohë njëri prej tyre hiki. Unë isha me njëri prej ensarve, tha shkuam edhe zonë. Ensari u largu. Momentin që e shprehi ky njeri shahadetin. Tha unë e mora shitjetën edhe vrova, edhe pastaj shkoi lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur i shkoi lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i tha, a e ke vrarë? Mas e ka thonë shahadetin. E thonë e ke vrarë, mas e ka thonë shahadetin. E ke vrarë ti, mas e ka thonë shahadetin. Çka ki me bon ti me fjalën la ilaha illallah ditën e kiametit? I tha ja Rasulullah, po ky njeri e tha shahadetin vështirë që të mbrohet mos ta vras. Tha ti aja çele gjoksin atij për me ditën se ai a ka thonë me zemër, nuk ka thonë me zemër. Edhe Usame thotë çfarë shumë u më rran pe pamës se ja pasajti disa më ja bën me dija atij se ti çka ki bën çfarë gjunon të madh ki bën. Ja pasajti disa derisa tha kisha pas dëshirë që sot ta kisha pas pranuar Islamin. E mos ta kisha pranuar Islamin marrët. Për shkak se kur e pranon njëri Islamin realisht i fshin gjunon që i ka të mëhershme. Pamës se ja sjaron të gjunaçarit shëmtirën e gjunonit. Kur donte pamës se ja sqaru dikujt që e dinte se shikona se gjunaçari për gjunaçari dallon. Po më rasti ku pejgamberi ka trajtuar ndryshe. Për shkak se niveli i tij kuptimit fes ka qenë i tillë. Po ka pas njerëz që ka qenë pozitë më të lartë, sikur se rasti e Budharrit, sikur se rasti e Usamës, sikur se rasti tash i është. Një ditë për ditëve kur e pa Safijen, nga xhelozia që e kishte për shkak se ishte gruaja e pejgamberit, i tha Safia e vogël me shtat. Edhe pejgamberi kur i tha kështu, i tha oj Aisha e ke thonë një fjalë. Sikur se kjo fjalë të përzihej me ujin e detit do ta turbullonte atë. Prandaj sa e shëmtuar që është ose sa e shëmtuar që është kjo gjuna. Sa e shëmtuar që është gibeti për gojimi. E kështu ja sqaroi Aishës shëmtirën e gjunat. Përfundoj me kash për sot me Lena Allahu xhela, vazhdojmë inshallah ligjëratën e ardhshme, por shkak se kemi edhe shumë detaje tjera se si pejgamberi ka trajtuar gjunaqartë dhe mëkatarët. Në atë shoqëri e cila shoqëria më e mirë nga gjitha shoqëritë që ka dalë ndonjëherë e që do dalë deri ditën e kiametit. Elus Allahu subhanahu që Allah na pasojë nga gjunat, elus Allah që na mëshiroj, dhe elus Allah që gjunaqartë Allah subhanahu të i falë ato uzoj, edhe të drejtojnë në rrugën e drejtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.